Lajme do të ndihni industria e bimëve mjekësore dhe aromatike i ka kërkuar qeverisë masa emergjente pas tarifave 10% të vendosura nga presidenti amerikan Trump. Kredit për rehabilitimin e linjës sekurodore Durrës-Rogozhin me vlerë 120.5 milion euro po shkojnë drejt miratimit duke i hapur rrugë tenderit për punimet. Gjatë vitit 2024 ka pasur rritje të procedimeve penale në fushën e taksave dhe tatimeve, kryesisht shkeljet lidhen me moslëshimin e kuponit tatimor. Të dhënat nga raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë tregojnë se numri i degëve të bankëve tregtare ka arritur në 400. Mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15, këtu në Skan Televizion. Industria e bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë i ka kërkuar qeverisë marrjen e masave emergjente pas tarifave 10% të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump. Ndër të tjera kërkohet rimbursimi të VSH-së 10%, si edhe zbritje tatimore për kompanitë eksportuese që përdorin standarde cilësore. Industria bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë në një deklaratë për media lidhur me vendosjen e tarifës 10% nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump për eksportet shqiptare drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka propozuar një plan masash për të normalizuar situatën. Paketa mbështetëse për fermerët përfshin rimbursimin e plotë të VSH-s në masën 10% për të gjithë fermerët e këtij sektori, kompensimin e humbjeve nga vlerësimi i euros përmes një mekanizmi të stabilizuar, zbritje tatimore për kompanitë eksportuese që respektojnë standardet e larta cilësore, heqjen e tatimit mbi paga deri në 80.000 lekë për punonjësit sezonal, si dhe një sër pikash të tjera që synojnë lehtësimin e barrës për prodhuesit vendas. Në deklaratën e saj, industria e bimëve mjekësore dhe aromatike të Shqipërisë thekson se mbetet e angazhuar për të ruajtur dhe forcuar marrëdhëniet pozitive ekonomike me SBA-n, duke shprehur gatishmëri për bashkëpunim konstruktiv nga të gjithë palët për të gjetur zgjidhje afatgjata dhe të qëndrueshme. Vendosja e tarifës 10% për eksportet shqiptare përkthehet në rritje të kostove për kompanitë eksportuese, gjë që mund të ndikojë drejt për drejt në çmimin final të produkteve në tregun amerikan, duke i bërë ato më pak konkurruese. Si pasojë pritet një rënje kërkesës për produktet shqiptare, ulje vëllimit të eksporteve, si dhe humbje të konsiderueshme për mijëra fermerë dhe bizneset e vogla në zonat rurale. Ndërkohë, kompanitë që kanë investuar në teknologji dhe cilësi për të përmbushur standardet amerikane, tani përballen me një klimë pasigurie financiare, çka mund të ngadalsojë ndjeshëm zhvillimin e sektorit. Tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump pritet të kenë një ndikim të papërfillshëm në sektorin e veshjeve me material porositësi në Shqipëri. Aktualisht, ky sektor rreth 90% të kontratave i ka me vendet nga Bashkimi Evropian. Për importet nga vendet të ndryshme të botës, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump aplikoi tarifa suplementare, ndaj vendit ton vendosi një tarifë prej 10%, e cila së bashku me Kosovën dhe Malinezi është më e ulët se vendet e rajonit e mëgjerë, por cili do të jetë impakti në sektorin e prodhimit të veshjeve me material porositësi në Shqipëri. Taksa ka qenë 8% dhe ka shkuar të 10%, kështu që nuk është një taksë e lartë, një shtesë e lartë. Po ta krahasojmë me vendet e rajonit ku Serbia 37%, Turqia po 37% janë taksa shumë më të larta, që normalisht e vënë vështirësi biznesin eksportues të këtyre vendeve. Por Shqipëria ka një specifik për sa i përket eksportuesve të manufakturës, me fjalë veshje dhe këpucë, sepse 90% e eksporteve tona shkojnë në Komunitetin Evropian. Por cila është goditja që mund të vijë eksportuesve shqiptar përmes vendosjes së taksave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kështu që në momentin që drejt Komunitetit Evropian janë vendosur taksa doganore 20%, ato normalisht që do afektojnë dhe eksportuesit shqiptar. Partnerët tanë kryesor janë Gjermania dhe Italia, ku zën pjesën e luanit të produkteve tona gati 90% të gjithë totalit të prodhuesve shqiptar. Kështu që në momentin që do jenë të në vështirësi sektori modës dhe i tekstileve, po ashtu dhe i këpucëve në vendet e Komunitetit Evropian, normalisht do vjen vështirësi edhe biznesi shqiptar. Kjo është një efekt domino i cili jo direkt nëpërmjet taksës 10% ndikon tek biznesi shqiptar, tek eksportuesit, por në mënyrë indirekte sepse jemi pjesë e Komunitetit Evropian. Sipas tij, këto tarifa kanë shkaktuar tërmet, por nëse nuk merren masa, situata do të përkeqësohet edhe më tej.
Kreu i Rezervës Federale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës paralemroi për pasojat e tarifave të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump në ekonominë amerikane. Ai theksoi se vendi rrezikon të përballet me nivele të larta papunësie dhe inflacioni. Inflacioni ka shumë gjasa të rritet për shkak të tarifave gjithëpërfshirëse të presidentit Donald Trump dhe mund të mbetet i lartë, deklaroi kryetari i Rezervës Federale Jerome Powell. Ne përballemi me një perspektivë shumë të pasigurt me rreziqe të rritura, si për papunësinë më të lartë ashtu dhe për inflacion më të lartë, ndërsa tarifat priten të gjenerojnë të paktën një rritje të përkohshme të inflacionit. Është gjithashtu e mundur që efektet të jenë më të qëndrueshme, deklaroi Powell. Komentet e fundit të kreut të Rezervës Federale vijnë vetëm disa ditë pasi administrata Trump zbuloi për shkallëzimin tarifor më të mpret ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara, bazuar mbi të dhënat që datojnë deri në 200 vjet më parë, tha Fitch Ratings, më shumë se tarifat e vendosura në aktin Smoot-Hawley të vitit 1930. Një taks 10% mbi të gjitha importet amerikane hyri në fuqi të shtunën me detyrime më të larta të planifikuara për më 9 prill. Tarifat e Trump ishin më të këqija se ç'pritej, duke shkaktuar një shitje globale në tregun e aksioneve javën e kaluar. Ekonomistët në JP Morgan tani shohin shanset e recesionit global në 60% nëse tarifat do të qëndrojnë. Parashikues të ndryshëm presin që çmimet e konsumit, veçanërisht për makinat, të rriten këtë vit. Basi rrezikshëm i Trump për të korrigjuar zhbalancimet tregtare dhe për të rikthyer prodhimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund ta dërgojë ekonominë drejt stagflacionit, një kombinim toksik i stagnacionit dhe rritjes së papunësisë. Së bashku me përshpejtimin e inflacionit, Fed do të duhet të trajtojë këtë situatë ashtu siç bëri në vitin 1970. Pak para fjalimit të Powell, Trump në një postim në platformën e tij të mediave sociale i bëri thirrje Fed të ulë kostot e huamarrjes, duke akuzuar liderin e Bankës Qendrore se po luan lojra politike. Kjo do të ishte një kohë për kryer për kryetarin e Fed Jerome Powell për të ulur normat e interesit, shkroi Trump. Zyrtarët e Rezervës Federale po vonojnë uljen e normave të interesit, duke pritur që inflacioni të ngadalësohet më tej dhe të shohin se si shfaqen ndryshimet kryesore të politikave të Trump në të dhënat ekonomike. Ata ende presin të ulin normat në një moment të këtij viti, sipas parashikimeve të fundit ekonomike të publikuara muajin e kaluar. Rezerva Federale uli 3 herë normat e interesit vitin e kaluar pasi inflacioni po ngadalësohej, por ky progres ngeci rreth fundit të vitit, gjë që dobësoi shanset për uljen e mëtejshme. Rezerva Federale i mbajti të qëndrueshme kostot e huamarrjes edhe muajin e kaluar. Tregu i punës në SBA mbetet gjithashtu solid sipas të dhënave të reja të qeverisë, që do të thotë se nuk ka ndonjë nevojë urgjente që Rezerva Federale të sigurojë ekonomisë lehtësim përmes shkurtimeve shtesë, por tarifat e miratuara së fundmi nga Trump, nëse ato nuk anulohen, premtojnë të kenë efekte të gjera në ekonominë amerikane. Nëse këto efekte janë inflacioni më i lartë dhe papunësia në rritje, zyrtarët e rezervës do të duhet të bëjnë disa zgjedhje shumë të vështira. Banka Qendrore është ngarkuar nga Kongresi për të maksimizuar punësimin dhe stabilizuar çmimet. Bashkimi Evropian po përgatit kundër masa ndaj tarifave të Donald Trump që do të prekin rreth 70% të eksporteve të Bashkimit Evropian drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Plani do të zbatohet në 2 faza, duke përfshirë masa për çelikun, makinat dhe teknologjinë. Bashkimi Evropian vlerëson se tarifat globale gjithëpërfshirëse të Donald Trump do të zbatohen për rreth 70% të eksporteve të bllokut në Shtetet e Bashkuara. Të marra së bashku, rreth 70% e eksporteve të Bashkimit Evropian do të preken nga tarifat që pasqyrojnë një vëllim prej 380 miliardë euro, tha një zyrtar i lartë i Komisionit Evropian, të cilit ju dha anonimiteti për të diskutuar vlerësimet e brendshme. Shifra kombinon tarifën reciproke prej 20% që Trump shpalli të mërkurën dhe tarifën prej 25% për makinat, pjesët e makinave, çelikun dhe aluminin, në një përpjekje për të distancuar veten nga qasja e administratës Trump për llogaritjen e tarifave. Komisioni po kryen një analizë të plotë të efekteve të tyre, ndërsa presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen u zëtua se Bashkimi Evropian është i gatshëm të hakmerret dhe disa ministra kombëtar dhe anëtar të shquar të Parlamentit Evropian gjithashtu bën thirrje për veprim. Brukseli nuk njoftoi ndonjë masë të menjëhershme. Europës do t'i duhet të ndajë mendjen nëse hakmarrja e bllokut do të synojë bankat dhe teknologjinë, apo nëse do të qëndrojë në mbretërinë e motocikletave Harley Davidson dhe Whiskit.
Komisioni po tregohet gjithashtu më i kujdesshëm këtë herë se sa kur përgatitej menjëherë kundër tarifat ndaj detyrimeve të Trump për çelikun dhe aluminin muajin e kaluar, kur ne jemi duke formuluar një përgjigje ndaj asaj që është një çështje gjigande, komplekse gjeopolitike, ndonjëherë do të kishin rikalibrim, ndonjëherë duhet rregulluar strategjia, tha një zëdhënës i komisionit. Kjo është një pikë force sepse ne jemi duke u konsultuar me shtetet tona anëtare në kohë reale, ne po krijojmë hapësirën që na nevojitet për të negociuar me amerikanët dhe po shikojnë të synojnë përgjigjen tonë, shtoi zëdhënësi. Tani çështja është më gjithëpërfshirëse, tha një zyrtar i dytë i lartë i komisionit, duke krahasuar tarifën e re për 20% me detyrimet më specifike që Trump shpalli më parë, dhe kjo kërkon më shumë punë, më shumë analiza, më shumë konsultime. Nëse nivelet e tregtisë mbeten të njëjta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbledhin 81 miliard euro të ardhura tarifore, llogaritën zyrtarët, nga 7 miliard euro vitin e kaluar. Në këtë situatë, Bashkimi Evropian po përgatit një proces me 2 faza. Faza e parë do të fillojë në mes të prillit, kur të fillojnë kundërmasat e njoftuara tashmë për tarifat e çelikut dhe aluminit të Trump. Qeveritë e Bashkimit Evropian do të votojnë për paketën javën e ardhshme dhe ajo do të hyjë në fuqi këtë muaj dhe tjetrin. Faza e dytë e akmarrjes ndaj tarifës 25% për makinat dhe tarifës së përgjithshme për 20% do të vijojë më vonë. Të kombinuara të dy fazat synojnë të motivojnë Shtetet e Bashkuara për të bashkuar në tryezën e bisedimeve, diçka që i ka rezistuar deri më tani. Komisioni po mendon të synojë gjithashtu tarifa të veçanta për gjysmëpërçuesit dhe produktet farmaceutike. Bashkimi Evropian po rrit mbikëqyrjen e importeve të mallrave kineze duke pritur një fluks të mundshëm të çelikut, elektronikës dhe burimeve të rinovueshme në tregun e brendshëm. Komisioni pritet të marrë masa për të kufizuar importet dhe për të mbrojtur industrinë vendase. Me fillimin e tarifave reciproke, Bashkimi Evropian pret që mallat e destinuara më parë për SBA-n të kërkojnë tregjet e bllokut. Burimet e rinovueshme kineze, çeliku dhe pajisjet elektronike kryesojnë listën e produkteve që kanë kapur vëmendjen e Komisionit. Efekti anësor i tarifave është mbi kapaciteti dhe zyrtarët e Komisionit Evropian e përshkruajnë si dinamik udhëtimin që produktet e tarifuara në SBA do të bëjnë drejt brigqeve evropiane. Mund të ketë devijime tregtare, me disa vende që nuk mund të eksportojnë më mallat e tyre në SBA duke zgjedhur tregje alternative, tha një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian. Sigurisht që ne do të jemi gati të mbrojmë tregun ton, nuk do të pranojmë çfarëdo vëllimi dhe sasie, shtoi ai. Kina është në shënjestrën e Bashkimit Evropian, pasi importet e saj në SBA u goditën nga tarifat amerikane për 54%. Çeliku pritet të jetë një nga produktet e mbikapacitetit që do të derdhe në tregun e bllokut, veçanërisht në funksion të lëkundjes së sektorit të ndërtimit vendas kinez. Çeliku nuk ka qenë në gjendje të konsumohet brenda vendit në Kinë, tha njëjti zyrtar i lartë, duke vënë në dukje rrezikun e devijimit drejt Bashkimit Evropian. Çeliku kinez dhe i Bashkimit Evropian është goditur tashmë nga tarifat 25%, të cilat hyn në fuqi në mes të marsit. Të dhëna zbuluan se kapaciteti i tepërt global i çelikut pritet të rritet nga rreth 602 milion tonë në 2024 në 721 milion tonë deri në vitin 2027. Ai përfaqëson mbi 5 herë prodhimin e çelikut të bllokut sipas Eurofer, shoqata evropiane që përfaqëson industrinë e çelikut. Produkte të tjera kineze gjithashtu parashikohen të kërkojnë rrugë të reja për të tregtuar në Bashkimin Evropian. Pajisjet elektronike dhe burimet e rinovueshme të tilla si panelet diellore ose turbinat me erë gjithashtu paraqesin një rrezik për Unionin, theksojnë ekspertët. Automjetet elektrike, të cilat tashmë u nënshtrohen tarifave të Bashkimit Evropian që nga nëntori i vitit 2024, janë gjithashtu në listën e produkteve që mund të jenë subjekt i mbikapacitetit. Komisioni planifikon të rrisë mbikëqyrjen e tregjeve globale kur tarifat reciproke të SBA-s të hyjnë në fuqi për Kinën dhe vendet e tjera anë mban globit më 5 dhe 9 prill. Për Kinën, ne kemi qenë në këtë situatë më parë në sektorin e çelikut, veçanërisht kur SBA-ja në 2017 mbylli tregun e saj për importet kineze. Në atë kohë, ne miratuam masa mbrojtëse, tha zyrtari i Bashkimit Evropian. Masa mbrojtëse të autorizuara sipas rregullave të OBT-s bëjnë të mundur reduktimin e importeve të produkteve të caktuara në rast të një fluksi të papritur të një produkti në një treg të caktuar. Ne kemi atë për çelikun për një periudhë, është shumë herët për të thënë nëse do na duan për sektor të tjerë, ne po monitorojmë situatën, shtoi zyrtari.
Ndërkohë, do të ecë si mëtej kredit për rehabilitimin e linjës hekurudhore Durrës-Rogozhin me vlerë 120.5 milion euro po shkojnë drejt miratimit, duke i hapur rrugë tenderit për kryerjen e punimeve. Firmosja zyrtare e kontratës financiare të huas prej 90 milion euro nga Bashkimi Evropian do të kryhet në datën 8 prill në Tiranë. Kredit për rehabilitimin e linjës hekurudhore Durrës-Rogozhin po shkojnë drejt miratimit, duke i hapur rrugë tenderit të punimeve. Kosto totale e projektit përllogaritet në 120.5 milion euro dhe do bashkëfinancohet përmes huave të Bankës Evropiane të Investimeve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Financimi BEI ka vlerën e 90 milion eurove dhe pak ditë më parë qeveria shqiptare miratoi në parim kontratën financiare, ndërkohë që firmosja zyrtare do kryhet në datën 8 prill. Paralelisht edhe Bersh ka njoftuar se kredia për 30 milion euro ka kaluar rishikimin final dhe miratimi parashikohet të bëhet brenda datës 30 prill. Sipas Bankës Evropiane të Investimeve, projekti synon të rehabilitojë, modernizojë, elektrifikojë dhe si rrjedhoi të sjellë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian 34 kilometra linjë hekurudhore me një binar nga porti Durrësit në Rogozhin. Kjo pjesë e linjës u hap fillimisht në vitin 1950 dhe më pas ishte nënshtruar vetë të mirëmbajtjes normale. Infrastruktura është në gjendje të keqe dhe jo në përputhje me standardet evropiane, bën me dije BEI. Projekti së bashku me investime të tjera dhe reforma sektoriale pritet të kontribuojnë në zhvendosjen e lëvizjes nga rruga në hekurudh dhe në këtë mënyrë të gjenerojë përfitime ekonomike në drejtim të operimit, sigurisë dhe mjedisit, shtohet mëtej. Ndërkaq linja hekurudhore e projektit të rehabilitimit ndjek atë ekzistuese dhe pas përfundimit të punimeve, parashikohet që trenat të kenë një shpejtësi 120 km/h. Ky segment është pjesë e linjës hekurudhore Durrës-Pogradec, vazhdimi i korridorit të 8 hekurudhor, një korridor multimodal 1500 km që lidh portet italiane me portin e Durrësit, Maqedoninë e Veriut dhe portet e Bullgarisë, së Varnës dhe Burgasit në detin e Zi. Pavarësisht se në vitin 2024 ka pasur një rënje të rasteve të raportuara për pastrim parash dhe financim të terrorizmit, vlera e pasurive të bllokuara për këtë arsye ka regjistruar rekord. Sipas Agjencisë së Inteligjencës Financiare, vlera e llogarive bankare të bllokuara arrin në 10.7 milion euro. Gjatë vitit të kaluar janë raportuar më pak raste të dyshimta për pastrim parash dhe financim të terrorizmit. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Inteligjencës Financiare, në 2024 janë regjistruar 1632 raportime për aktivitete të dyshimta, një rënje me 5.5% në krahasim me 2023-shin. Bankat vijojnë të jenë ato që raportojnë më tepër, ndjekur më pas nga noterët dhe shoqëritë e transfertave. Megjithatë, llogaritur me vitin 2023, ka pasur një rritje me 13% të raportimeve nga shoqëritë e transfertave, me 100% të shoqërive të tregtimit të mjeteve motorike dhe shoqërive të pagesave elektronike, ndërsa konstatohet një rënje me 66% të raportimeve për pastrim parash dhe financim të terrorizmit, të dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, me 50% të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, por rënje ka edhe nga bankat, noterët dhe zyrat e këmbimit valutor. Edhe për vitin 2024, sasia e parasë së pisë që pastrohet nëpërmjet sistemit financiar vjen nga krimet në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike, mashtrimi, korrupsioni, rastet kur personat kanë pasur precedent të mëparshëm kriminal apo procedim të mëparshëm. Pavarësisht se rastet e raportuara si të dyshimta për pastrim parash kanë qenë më pak se në 2023-shin, vlera e pasurive të bllokuara kap shifra rekord. Gjatë 2024-s janë nxjerrë në total 11 urdhra bllokimi të përkohshëm për llogari bankare, në një vlerë totale prej rreth 10.7 milion eurosh, të cilat janë sekuestruar me vendim të prokurorisë apo gjykatës në masën 97%. Aktivitetet e dyshimta për pastrim parash dhe financim të terrorizmit lidhen me depozitime të paras fizike në vlera të larta, me burim të panjohur ose të pajustifikuar të fondeve, transferta të dyshimta në mbërritje apo në dalje edhe në tentativë me përfshirje të subjekteve, shtetasve të huaj dhe të pajustifikuara me dokumentacion mbështetës, kryerja e transaksioneve të copëzuara me qëllim për shmangjen nga raportimi nën pragun e përcaktuar, tërheqjet në vlera të larta pa argumente të besueshme për arsyen e këtyre veprimeve apo destinacionin e fondeve, si dhe veprime financiare të lidhura me dyshime për evazion fiskal ose fshehje të ardhurash dhe të tjera. Si rezultat i mos përmbushjes në nivelin e duhur të përputhshmërisë me kuadrin rregullator për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit,
Janë vendosur gjoba në një vlerë totale prej 4.6 milion lekësh për 12 subjekte, shumica prej të cilëve ndaj noterëve. Gjatë vitit 2024 ka pasur rritje të procedimeve penale në fushën e taksave dhe tatimeve. Shkeljet lidhen me moslëshimin e kuponit tatimor, fshehjen e të ardhurave, mos pagimin e taksave dhe tatimeve. Veprat penale në lidhje me taksat dhe tatimet në vitin 2024 kanë pësuar një rritje të ndjeshme. Referuar raportit vjetor të prokurorit të përgjithshëm, evidentohet një rritje prej 6.4% të numrit të procedimeve të regjistruara, por një ulje prej 22.2% e numrit të procedimeve të dërguara në gjykat në krahasim me vitin 2023. Në lidhje me të pandehurit për këtë grup veprash penale, vihet re ulje e numrit të pandehurve të regjistruar përkundrejt këtij totali në vitin 2023 prej 60%, ulje e numrit të pandehurve të cilët janë dërguar në gjykat prej 57.7% dhe rritje e numrit të pandehurve të dënuar nga gjykata me 67.4%. 86.6% të pandehurve janë të gjendjes mashkullore, sa i përket gjendjes shoqërore 86.9% rezultojnë të punësuar në sektorin privat, 80.4% kanë vendbanim në qytet dhe 94.9% janë të padënuar më parë. Lidhur me shpërndarjen gjeografike, numri më i lartë i procedimeve të regjistruara për vepra penale në lidhje me taksat e tatimet është në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë, Tiranë me 32% e numrit total të procedimeve të regjistruara, Sarandë 12%, Durrës 10%, Dibër dhe Korçë 7% të numrit total të procedimeve të regjistruara. Vihet re se numri më i ulët i procedimeve të regjistruara për këto grup veprash penale është në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë, Shkodër dhe Gjirokastër, ku janë regjistruar përkatësisht 2% e numrit total të procedimeve të regjistruara në shkallë vendi. Sa i takon karakteristikave të veprave penale, peshën kryesore zë fshehja e të ardhurave me 58.3%, mos lëshimi i kuponit tatimor me 26%, si dhe mos pagimi i taksave dhe tatimeve me 12.6%. Në raport me një vit më parë, procedimet e regjistruara kanë pasur rritje të ndjeshme, sa i takon mos lëshimit të kuponit tatimor dhe rënje për 2 veprat e tjera. Sipas Komisionit të Prokurimit Publik gjatë vitit të kaluar, vlera e kursyer nga tenderat është rreth 57% më e lartë, krahasuar me vitin 2023, ndërkohë nga 7.168 procedura unike të publikuara për prokurime publike me vlerë totale prej rreth 330 miliard lek, janë paraqitur 1.151 ankesa. Gjatë vitit 2024, institucionet shtetërore shpallën fitues në tender kompani me oferta ekonomike më të larta, duke rrezikuar që nga buxheti i shtetit të paguheshin miliona lek më tepër për të njëjtën punë, mall apo shërbim. Gjithçka bëhet me dije nga Komisioni i Prokurimit Publik, që specifikon se kjo vlerë arrin rreth 536 milion lek pa TVSH, por për shkak të ankesave të operatorëve ekonomik, pagesat nuk janë ekzekutuar. Në raport me një vit më parë, vlera e kursyer është rreth 57% më e lartë, duke qenë se gjatë vitit 2023, fondi kursyer rezultoi në rreth 342 milion lek. Pas vendimarrjes 536 milion lek pa TVSH janë kursyer buxhetit të shtetit, si diferencë ofertës të kualifikuar nga vendimarrja autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomik të ankuar, ankesa e të cilëve është pranuar nga Komisioni i Prokurimit Publik, thekson ndër të tjera KPP. Sipas këtij dikasteri, nga 7.168 procedura unike të publikuara në sistemin e prokurimeve elektronike gjatë vitit 2024 për prokurime publike me vlerë totale prej rreth 330 miliard lek, janë paraqitur 1.151 ankesa. Fondi limiti i tenderëve të ankimuar arrinte në rreth 32.8 miliard lek. Ankesat përfshin 231 autoritete kontraktore dhe janë bërë nga 341 operator ekonomik. Në rang kombëtar janë ankimuar 11.5% e procedurave unike të prokurimit mbi kufirin e blerjeve të vogla, si dhe 9.9% e fondit limit të procedurave të publikuara. Zhvillimi i teknologjisë ka bërë që të rritet numri i rasteve të sulmeve kibernetike në Shqipëri. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, për gjatë vitit të kaluar janë evidentuar 1210 raste. Zhvillimi i teknologjisë viteve të fundit ka thjeshtuar shtigjet për të huajt, por edhe për shqiptarët për të zgjeruar aktivitetin e krimit kibernetik. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, gjatë vitit të kaluar janë evidentuar 1210 vepra penale në fushën e krimit kibernetik, ose 58% më shumë se vitin 2023. Sulmet normalisht gjithmonë sa vjen e rriten, sepse sot, si ta them, nuk kemi më sulm fizikisht, por i kemi nëpërmjet internetit ose sulme kibernetike. Normalisht është sektori financiar, por që së fundmi është edhe sektori i sigurisë
fizike, le të themi duke qenë se Shqipëria për shembull është pjesë e NATO-s, normalisht gjithë duan ta sulmojnë për çështje informacioni, dhe nuk është vetëm sulmet financiare, ato janë gjithmonë të përditshme, po që shumë në mas kanë filluar dhe sulmet për sa i përket informacionit privat që ka secili vend. Pjesa më e madhe këtyre veprave penale janë zbuluar nga organet kompetente. Plot 732 raste që përbëjnë 61% të totalit ose 319 raste më shumë se një vit më parë. Kjo tregon për një efikasitet më të lartë të strukturave përgjegjëse. Qeveria ka marrë masa, për shembull me krimin e AKSK-s, që gjithmonë më në lëvizje, duke nxitur biznese që të implementojnë të gjitha certifikimet që duhen për sulmet kibernetike, apo të jenë komfort ligjeve duke bërë kontrole të gjitha subjekteve që kanë informacion publik. Përveç kësaj, përveç se kontrollit edhe i ndihmojnë, për shembull nëse subjekti nuk ka mundësi financiare për të bërë pajisje për të qenë komfort të rregullave apo për të qenë sigurt, kështu që qeveria ka marrë një anë të mirë ndaj ndihmës në këtë. Gjatë vitit të kaluar u realizuan 55 operacione policore në fushën e krimit kibernetik, prej të cilave 3 u zhvilluan në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar. Rrjetet sociale në Shqipëri janë kthyer në mjete kyçe për reklamuesi, duke ofruar arritje të gjerë dhe targetim të saktë. Facebook dhe Instagram mbeten ndër më të fuqishmet sipas të dhënave për fillimin e vitit 2025. Mediat sociale janë bërë një pjesë thelbësore e jetës së përditshme në Shqipëri, duke ofruar jo vetëm komunikim dhe argëtim, por edhe një terren të artë për reklamuesit. Statistikat e fundit për vitin 2025 tregojnë se përdorimi masiv i këtyre platformave i ka shndërruar ato në mjete të fuqishme për marketing. Shtrirja e reklamave të Facebook në Shqipëri ishte barabartë me 43.1% të popullsisë totale në fillim të vitit 2025. Sipas të dhënave të Data Reporter AI, rreth 54% të rriturve të moshës 18 vjeç e lartë në Shqipëri përdorën Facebook në fillim të vitit 2025. Në fillim të vitit 2025, 39.3% të audiencës së reklamave të Facebook në Shqipëri ishin femra, ndërsa 60.7% meshkuj. Instagram gjithashtu me 1.2 milion përdorues është veçanërisht i popularizuar tek moshat më të reja. Shifrat e kompanisë tregojnë se shtrirja e reklamave të Instagramit në Shqipëri ishte barabartë me 43.1% të popullsisë totale në fillim të vitit. Për reklamuesit, kjo platformë ofron një shpërndarje më të balancuar gjinore, 53% meshkuj dhe 47% femra, duke e bërë atë ideale për fushatat që synojnë audiencat më të reja dhe vizualisht të angazhuara. Nga ana tjetër, TikTok mbante numrin më të lartë të përdoruesve me 1.41 milion përdorues në moshën 18 vjeç e lartë në Shqipëri në fillim të vitit, duke përfaqësuar 63.4% të rriturve. Shtrirja e reklamave të TikTok arriti 59.2% të përdoruesve të internetit, një mundësi e jashtëzakonshme për reklamuesit që synojnë audienca energjike dhe krijuese. Me 56.2% audiencës meshkuj dhe 43.8% femra, reklamat mund të strukturohen në mënyrë të përshtatur për grup mosha dhe interesa specifike. Me 660.000 antarë në LinkedIn, audienca e reklamave edhe në Shqipëri ishte ekuivalente me 23.7% të popullsisë totale. Edhe pse jo me audiencë shumë të madhe, reklamuesit në sektorin profesional dhe të burimeve njerëzore e kanë përdorur për të gjetur individ me përgatitje dhe interesa karriere. Audienca reklamuese përbëj nga 51.2% meshkuj dhe 48.8% femra. Referuar raportit të Departamentit të Administratës Publike për vitin 2024, paga mesatare në administratën publike arriti në 900 euro, ndërkohë vlerën më të lartë e regjistrojnë pagat e policisë së shtetit pasuar nga forcat e armatosura. Administrata publike ka udhëhequr rritjen e pagave në vend për gjatë 2 viteve të fundit, duke u klasifikuar si aktiviteti me ngjitjen më të lartë të këtij treguesi. Scanindel ka marrë në analizë se si kanë ndryshuar pagat për gjatë 10 viteve sa i përket zërave kryesorë të këtij aktiviteti, ku përfshihen mësuesit, infermierët, policia e shtetit dhe forcat e armatosura. Të dhënat i referohen vitit 2024 sipas raportit vjetor të Departamentit të Administratës Publike. Nisur nga ky raport, politika e rritjes së pagave e filluar në vitin 2023 ka vazhduar edhe për gjatë vitit 2024. Si rezultat, paga mesatare në administratën publike arriti në 900 euro, që ishte dhe premtimi dhe angazhimi ndërmarrë. Nëse analizojmë të dhënat në shërbimin civil, rezulton se për kategorinë e specialistëve të nivelit të ulët, pagat në vitin 2024 regjistrohen në 91.000 lekë mesatarisht. Paga për drejtorët e drejtorive vlerësohen në 184.000 lekë, ndërsa për sekretarin e përgjithshëm në 172.000 lekë. Krahasuar me vitin 2013, shohim se rritja ka qenë ndjeshme prej 68 dhe 85% për dy kategoritë e fundit. Por si ndryshuan rrogat për mësuesit, infermierët, mjekët, policët dhe ushtarakët. Duket se vlerën më të lartë regjistrojnë pagat e policisë së shtetit me rreth 107.000 lekë për vitin 2024, pasuar nga forcat e armatosura me një vlerë prej 92.000 lekë mesatarisht,
nga 46.000 lekë që ishin në vitin 2013. Rritja për pagat e ushtarakëve vlerësohet në 98% ose 2 fish më të larta për gjatë 10 viteve. Për mësuesit paga mesatare në vitin që lan pas vlerësohet në 98.000 lekë mesatarisht, ndërsa për infermierat në 87.000 lekë. Së fundmi, qeveria ka miratuar disa ndryshime në skemën e kreditimit studentor me qëllim lehtësimin e procedurave. Financimi i kredis bëhet me këste të paktën 2 herë në vit. Këshilli i Ministrave ka miratuar disa ndryshime në vendimin për përcaktimin e skemës së kreditimit studentor me qëllim lehtësimin e procedurave për studentët që përballen me vështirësi financiare gjatë studimeve. Sipas vendimit, studenti ka të drejtë të aplikojë për kredi studentore pranë Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania brenda 30 ditëve nga fillimi i vitit akademik, duke bashkëlidhur dokumentacionin që vërteton regjistrimin si student në institucionin përkatës të arsimit të lartë. Financimi i kredis bëhet me këste të paktën 2 herë në vit. Financimi i kësit të parë për çdo vit akademik duhet të realizohet pas konfirmimit nga institucioni i arsimit të lartë që studenti kredimarrës ka frekuentuar procesin mësimor. Financimi i kësëve pasardhëse realizohet pas konfirmimit nga institucioni i arsimit të lartë që studenti kredimarrës ka shkryer tarifën vjetore të shkollimit të atij viti akademik dhe ka frekuentuar procesin mësimor. Ndërkohë studenti që ndjek një program të 2 studimi apo përfiton bursë nuk ka të drejtë të aplikojë për kredi studentore. Mbulimi i shpenzimeve të interesave të kredive studentore realizohet nga fonde buxhetore, grante të miratuara për Ministrinë Përgjegjëse për Arsimin, ndërsa Agjencia Kombëtare e Financimit të Lartë për të financuar normën interesi të kredive studentore në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet bankave të nivelit të dytë dhe Akfalit me vendim të bordit drejtues miraton shumën e fondeve grant që akordohen nga Ministria Përgjegjëse për Arsimin. Referuar vendimit, shuma e fondeve vjetore për mbulimin e shpenzimeve të interesave të kredive studentore përllogaritet deri në masën 0.5% të shumës vjetore të grantit të mësimdhënies. Në Shqipëri kanë mbërritur 250.724 fletë votimi për votuesit që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. KQZ ka bërë publik udhëzimin se si duhet të veprojnë të gjithë të zgjedhësit gjatë procedurës së votimit. Kam mbërritur 250.724 fletë votimi për zgjedhësit që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Kryekomisioneri Lirian Celibashi ka njoftuar se fletët e votimit do të mbërrinë në Europë nga data 15 deri më 22 prill, ndërsa në kontinente të tjera si Amerika e Mëgjerë, fletët e votimit do të mbërrinë nga data 15 deri më 25 prill, por cili është udhëzuesi për procedurën e votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka bërë publike dhe udhëzuesin i cili do t'i shërbejë votuesve që të plotësojnë sakt fletën e votimit dhe njëherë është të mos bëjnë asnjë shënim mbi zarfe ku duhet të fusin fletën. Si fillim, brenda zarfit të shërbimit postar do të gjendet zarfi për kthimin e fletës së votimit, si dhe zarfi B, i cili ka fletën e votimit dhe zarfi A, në të cilin do të vendoset fleta e votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se plotësimi i fletës së votimit do të bëhet duke votuar në mënyrën A vetëm për partinë ose vetëm për koalicionin e partive dhe mënyrën B vetëm për një nga kandidatët, por nuk duhet të votohet për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër, ndërsa duhet përdorur shenja X ose plus brenda kutisë së bardhë dhe duhet votuar me stilolaps me ngjyrë blu ose të zezë. Në momentin që keni përfunduar votimin, duhet të ripalosni fletën e votimit dhe ta vendosni në zarfin A, në të cilin duhet të fusni vetëm fletën e votimit dhe duhet të siguroheni që ta ngjisni mirë. Më pas zarfin A, futeni brenda zarfit B dhe gjithashtu siguroheni ta ngjisni. Procedura e fundit është vendosja e zarfit B brenda zarfit të shërbimit postar dhe më pas kontaktoni korrierin e shërbimit postar për ta dorëzuar zarfin. Serbia do të ketë gati një qeveri të re deri më 18 prill sipas presidentit Vučić, ai njoftoi se ka përzgjedhur një mjek për të shërbyer si kryeministër i vendit.
Serbia do të ketë një qeveri të re deri më 18 prill me Đuro Makut, që do të jetë kryeministër, njoftoi presidenti Aleksandar Vučić. Qeveria më parshme ra në mars pas një proteste një mujore të shkaktuar nga shembja vdekjeprurse e një çatije në një stacion treni. Tubimet u mbështetën nga zemërimi i publikut që akuzonte qeverinë për korrupsion dhe anashkalimin e normave demokratike. Do të jetë një detyrë e madhe për qeverinë e re që të vazhdojë të ruajë paqen dhe stabilitetin, si dhe të veprojë me durim. Qeveria duhet të ketë një përkushtim të qartë për të ardhmen dhe synimi ynë është që deri në fund të vitit ta kthejmë Serbinë në pjedestalin e fituesit dhe të kemi ekonominë me rritjen më të shpejtë në rajon, deklaroi Vučić. Kryeministri i ri Đuro Makut, një endokrinolog pa përvojë politike, ka të ngjarë të jetë në detyrë të paktën deri në vitin 2027, kur Serbia të mbajë zgjedhjet e njëkohshme parlamentare dhe presidenciale. Ligjvënësit kanë afat deri më 18 prill për ta miratuar atë ose rrezikojnë të krijojnë skenën për zgjedhje të parakohshme. Vučić shtoi se pret të takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në muajt e ardhshëm dhe do të diskutojë çështjen e tarifave. Më 2 prill, si pjesë e valjes së taksave të Shteteve të Bashkuara ndaj vendeve anë mbrambotës, Trump njoftoi një tarif prej 38% ndaj Serbisë, e cila do të hyjë në fuqi këtë javë. Kjo shifër ishte më e larta në Europë, megjithse territoret e jashtme të disa vendeve europiane do të jenë subjekti tarifave më të larta. Të dhënat e fundit tregojnë se çmimet e energjisë elektrike u rritën me 30% në muajin mars. Kjo erdhi kryesisht për shkak të rritjes së kapacitetit diellor dhe bërthamor, si edhe nga temperaturat më të larta. Sipas të dhënave të Euroelektrik, prodhimi i energjisë elektrike në termocentralet diellore dhe bërthamore i kombinuar me temperaturat më të larta uli çmimin e energjisë elektrike në Evropë në mars me pothuajse 30% në baza mujore. Panelet fotovoltaike thyen rekordin në prodhimin e energjisë në mars për të tretin muaj radhazi, pasi ato përbënin më shumë se 10% të përzierjes së energjisë elektrike në Evropë. Rritja e energjisë diellore kombinuar me përmirësimin e prodhimit bërthamor dhe motin më të butë uli çmimet e energjisë në 90 euro për megavator nga 26 euro për megavator e regjistruar në shkurt. Organizata tha se çmimet e larta në 2 muajt e mëparshëm u shkaktuan nga gjenerimi i ulët i erës, rritja e kërkesës për energji dhe çmimet më të larta të gazit në 2 vitet e fundit. Tensionet dhe ndërprerjet e vazhdueshme gjeopolitike globale në Norvegji ushtruan presion në rritjen mbi koston e gazit, ndërsa burimet e kufizuara të magazinimit dhe fleksibilitetit detyruan një mbështetje më të madhe të gazit për furnizimin me energji. Euroelektrik tha se impiantet diellore shpëtuan Evropën me më shumë ditë me diell dhe rritje të kapacitetit me 65 gigawatt të shtuara vetëm në 2024. Si rezultat, pesha e burimeve të rinovueshme në përzierjen e energjisë ishte 15% më e lartë në mars, krahasuar me shkurtin, megjithse një pikë më e ulët se në mars 2024. Energjia bërthamore kontriboi në uljen e çmimeve me rritjen e peshës së saj në prodhimin e energjisë nga 24% në mars 2024 në 26% të muajit të kaluar. Kjo ndodhi pasi disa reaktorë bërthamor francez u rivendosën në përdorim. Organizata theksoi se Evropa mbetet shumë e ndjeshme ndaj luhatjeve të çmimeve të karburanteve fosile, veçanërisht gjatë periudhave të kërkesës së lartë për energji elektrike. Për të kundërshtuar këtë, ne duhet të përshpejtojmë nxjerrjen e teknologjive të ruajtjes dhe të stimulojmë më tej përdorimin e marrëveshjeve afatgjata të blerjes së energjisë, theksojnë burimet zyrtare. Euroelektrik shes zgjidhje në mekanizmat e kapacitetit dhe skemat mbështetëse të fleksibilitetit. Fleksibiliteti është thelbësor edhe kur bëhet fjalë për balancimin e çmimeve negative, të cilat vendodhin më shpesh. Ndërsa prodhimi diellor u rrit në mars, çmimet negative u rikthyen veçanërisht në vendet nordike dhe të Evropës perëndimore, theksoi Organizata e Industrisë Evropiane të Energjisë. Sondazhi i fundit tregon se 55% të gjermanëve mbështesin rikthimin e energjisë bërthamore në vend. Qeveria e re po shqyrton mundësinë e rihapjes së disa reaktorëve të mbyllur së fundmi, por socialdemokratët dhe të gjelbrit e kundërshtojnë nismën. Një sondazh i ri publikuar nga kompania marketingut Inofact zbuloi se 55% e gjermanëve ishin në favor të rikthimit të energjisë bërthamore. Çështja e energjisë bërthamore ka shqetësuar politikën gjermane për shumë kohë dhe ka qenë një pikë pengese në negociatat aktuale të koalicionit midis bllokut konservator CDU-CSU të Friedrich Merz dhe socialdemokratëve. Përveç 55% të qytetarëve që ishin pro, 36% thanë se kundërshtonin rikthimin e energjisë bërthamore dhe 9% ishin të pavendosur
vendosur. Më shumë se 16 meshkuj favorizonin një kthim, ndërsa më pak se gjysma e femrave ishin në favor të vendimit. Sondazhi reflekton dallime gjeografike me idenë që ishte më popullore në Gjermaninë jugore dhe lindore se sa në veri dhe perëndim. Një total prej 22% të pjesëmarrësve thanë se vetëm reaktorët e mbyllur së fundmi duhet të kthehen në përdorim dhe 32% thanë se duhet të ndërtohen reaktorë të rinj. Sondazhi zbuloi se 57% të anketuarve ishin në favor të vazhdimit të investimeve në forma të tjera të energjisë së rinovshme, me vetëm 17% kundër dhe pjesa tjetër të pavendosur. Anketuesit morën në pyetje 1007 gjermanë në mars të 2025 dhe morën përgjigje nga individ të moshës 18 deri në 79 vjeç. Për momentin, në bloku CDU-CSU po shqyrton nëse një rikthim në shërbim për reaktorët bërthamor të çaktivizuar kohë të fundit do të ishte teknikisht dhe financiarisht i realizueshëm, duke marrë parasysh gjendjen e tyre aktuale individuale. SPD thotë se nuk është e interesuar të rivendosë centralet bërthamor në përdorim. Të gjelbërit gjithashtu u shprehen kundër një ndryshimi të politikës, por kjo lëkundje nuk ka munguar as në të shkuarën me koalicionin SPD të gjelbërit me në krye Gerhard Schröder, që vendosi të ishte dorë nga energjia bërthamore në vitin 1988, por qeveria Angela Merkel e zgjati jetën e tyre në mënyrë të konsiderueshme deri në 2009. Një kthesë e madhe u nis nga vetë Merkel, e cila në një lëvizje të befasishme ndryshoi politikën menjëherë pas katastrofës e reaktorit bërthamor të Fukushimës në Japoni në vitin 2011, duke përshpejtuar mbylljen e tyre. Pasi u zgjatën përkohësisht operacionet e tyre nga qeveria e koalicionit SPD të gjelbërit FDP e Olaf Scholz, termocentralet e fundit bërthamore të Gjermanisë u hoqën nga përdorimi në fillim të vitit 2023. Kemi mbërritur në fund të edicionit informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Të tjera informacione i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.